u vendos një model që s'ekziston gjëkundi as në vendet në të sheshta të botës. Pra, ky vend me teritorin më malor u vendos në një model të fshirjes së popullatës nga këto teritore. Dhe sot që kryenjoranti, dhe jo vetëm kryenjorant, por është një armik që bëri këtë reformë, zbaton paketën e maleve në Maminas. Se atje ku janë malet, banor nuk ka më, ose ka shumë pak banor. Nuk ka më vlerë asnjë investim atje. Në këtë akt që ky bëri. Antireforma që u bë qeverisë vendore kishte dy kritere themelore. Vjedhjen, votën. Votën dhe vjedhjen, vjedhjen dhe votën. U shuan me një trënd lapsit, me dhjetra komuna dhe bashki kundërshtare, dhe u bën ndarje të tilla ku në një korpus prej 1 milion banor ka vetëm 4 njësi të qeverisë vendore dhe në një korpus tjetër me 120.000 banor ka 7 njësi të qeverisjes vendore. Krahasimi është Tirana dhe Gjirokastra. A mund të imagjinoni ju se çfarë në një kohë kur Kashari është qyteti i Nantë në vitin 2011, ka qenë qyteti i Nantë më i madh i Shqipërisë në banor, në regjistrim në vitin 2011. Se regjistrimi i fundit është i falsifikuar, asnjë shqiptar ftohet mos i referohen se janë shifra të gatuara një vit rresht në Institutin e Mashtrimit të Statistikave. Pra, nuk ka paralel. Në qoftë se merr Zvicrën, një vend malor, ka 2110 bashki. 2110 bashki. Në qoftë se merr Austrinë, një nga vendet më malore, ka 2095 bashki, apo njësi të qeverisjes vendore. Kurse Shqipëria, me 2 plan fush dhe tërësisht male kodër, nga 410 njësi të qeverisjes vendore, u reduktuan në